dhe vjerës e zgjidh djali e dashur. Po. Bravo Albano. Sepse ti nuk ke detyrimi. Po ke dhe nga ato vjera që kanë kriju autoritetet. Dhe as nusja s'ka detyrim të të duaj ty. Ti ke detyrimin ta respektosh atë. Lidhja e respektit është më e fortë. Po dhe Albano, të lutem, vënçe, s'ka më kohë. S'ka më kohë. Unë nuk e ndroj vjerën. Unë azia si lusa me vjerën. Albano, jemi në vënçe. Nuk e ndroj vjerën me vjerën. Shef djalin gjeshti lumtur, fal asaj nuse, nusja duhet. Meriton. Shiko, unë e dua për vetë. Përcaktimi i lumturisë shkon çik përtej kësaj, megjithatë ne mes këtu. Albano vënçe. Unë ka parimin ajo më kap. Vënçe ajo. Tani vënçe është kështu, vjerë dashur, nuk ke pse e do nusen, sepse nusen ta do djali. Ti respektoje. E dyta, nuse dashur, nuk ke pse e do vjerën më shumë se çdo të tëm. Po respektoje. Shiko, mua sepse është djali që do Iku debat. Vali, jo s'ka debat. Unë nuk e di tash, kështu ma thënë prindrit e mi që këtë shprehje pas ka thënë ai Prashëri që nëna duhet jetë shumë herë më e arsimuar, më e lexuar se babai. Për arsye se ajo jep pjesën e dhëmsurisë, të ndjenjave të fëmia e përcjell, që ne sot në gjuhën moderne e quajmë emotivitetin. Ndërkohë që unë sot them që ja ta mbaroj. Unë sot them që gjyshet duhet jenë goxha të lexuara, të arsimuara, sepse janë ato që kanë shumë kontakt me fëmijët dhe duhet përcjellin shumë. Vënçe? Unë akoma s'jam bërë gjysh, po mbaj mend një fjalë të mamas time këtu e kaq kohë përpara, vetëm e kujtoj se nuk rron. A e thoshte, birë, nuk ka nuse të keqe, ka djalë të keq. Uroj djemtë e mi, të duan nuset e tyre, se ne do t'i duam të dy po njësoj. Ja pra dole në fjallën time, nusja duhet po të do djalin. Absolut. Meri? Unë jam gjyshe, jam vjerë, dhe kam qenë në debat me nuset e mia, se u thoshja më thërrisni Meri. Jo, ne do thrasim mamo, si shtë thrasim djemë tonë ato, dhe në dukemi ma afër teje, ma afër qunave. Edhe unë, kër mesazhi i nuseve më vjen në mëngjes, çdo mëngjes, mirë mëngjes mamo, si e sot, unë jam nëna me lumtur në botë. Wow. Edhe ne gjyshit kështu, po, shumë e bukur. Edhe ne gjyshit kështu i themi gjysho, se kështu i thoshte djali. Gjyshit janë institucion, them. Okej, mbaroj. Unë kam një këshill për të gjitha vjerrat. Nuset, gjyshet, gjyshrit, sa herë që të keni për të dërguar para, përdorni agjencitë Unionet, Western Union, sepse e pare punës që keni në gjithë botën, mund të çoni lek të dashurve tuaj, mund të çoni lek gjyshërve, që të ta bëjnë më mirë punën e tyre, dhe kundër ta gjysh, kur kanë gjyshrit lek, ku a dërgojnë fëmijëve, për niprin e tyre. Një nga këto shtetet skandinave... Me ato rast kanë dhe një motiv për dal nga shtëpia. Një nga këto shtetet skandinave i paguajnë gjyshrit që i shërbejnë nipërve dhe mbesave. Sepse Val nuk e mbylla, Unionet, Western Union... është kudo dhe kurdo, pra njush. Faleminderit. Shkojmë në